Votojmë tash. Të nderuar kolegë deputet, kemi 7 vota për, me fjalë tjera konstatoj se kemi menatimin formal të shumicës së deputetëve nga rrodha e komunitetit ju shumicë ju sërb. Të nderuar kolegë deputet, kemi 7 vota për, me fjalë tjera konstatoj se kemi menatimin formal. Tani do ta marr prezencën e deputetëve të pranishëm në soll, prandaj ju lutemi regjist dhe deputetëve të bëheni gati të votoni për prezencën. Votojmë tash. Atëherë, prezent janë 110 deputet, po kemi kurumën e mjaftueshme procedurë. Të nderuar deputet, tani dua t'ju njoftoj se në bazë të 95, paragrafi 3 të Kushtetutës, qeveria konsiderohet e zgjedhur nëse merr shumicën e votave të gjithë deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Me fjalë tjera, nevojiten së paku 61 vota për. Prandaj, lus deputetët drejtgjin të bën gati për votimin e rrodhës për zgjedhjen e qeverisë së Republikës Kosovës. Votojmë tash. Të nderuar kolegë deputet, konstatoj se me 56 vota për, 52 vota kundër dhe 4 abstenime, Kuvendi nuk e zgjodhi qeverinë e Republikës së Kosovës. Ju njoftoj të nderuar kolegë deputet se sipas 95 paragrafit 4 të Kushtetutës, përgjegjësia tani kalon sërish te presidentja, e cila pas konsultime me subjektet politike dhe brenda një afati prej 10 ditësh, ka mundësinë të emërojë kandidatin tjetër për kryeministër sipas së njëjtës procedure. Të nderuar kolegë, të dashur shtetor, këtu i mbyll punimet e kësaj